E keni pyetur ndonjëherë veten pse gjatë ditëve të bukura ndjeheni më të gëzuar, të relaksuar dhe më të buzëqeshur se zakonisht? E gjitha është merit e diellit. Kur ekspozohemi ndaj dritës dhe ngrohtësisë së rrezeve të tij, humori ynë bëhet menjëherë pozitiv. Kjo sepse dielli ka fuqi speciale. Është i mirë për humorin edhe shëndetin. Dielli ka fuqinë të rikthejë humorin dhe të largojë stresin. Kur ekspozohemi ndaj dritës dhe ngrohtësisë së rrezeve, kemi tendencën të relaksojmë muskujt dhe të heqim tensionin e mbledhur në trupin ton. Por jo vetëm kaq. Dielli është gjithashtu edhe një terapi e mirë natyrale kundër fazave të para të depresionit. Dielli na bën të lumtur, të bukur e mbi të gjitha na jep atë ngjyrën e bukur të verës. Por kujdes mos e egzagjeroni. Mos harroni lëkurën që duhet ta mbrojmë vazhdimisht. Madje për të na dhënë rekomandimet e duhura ka menduar edhe vetë Komisioni Evropian, i cili ka hartuar një dokument ku shkruan qartësisht se një mbrojtje me faktor mes 15 dhe 25 dhe aplikuar në mënyrë korrekte është e mjaftueshme për mbrojtjen e pjesës më të madhe të personave. Dielli prodhon serotoninën, hormonin e humorit, dhe melatoninën, që ndihmon në betejën ndaj humorit të keq. Ndaj, nuk ju ngelet gjë tjetër. Përgatisni çantën e kapelen. Dielli po ju pret.